Ti referohesh indiferencës, menefregizmit dhe mungesës përmbajtjes? Po, totalisht, si popull edhe si qeveri. Në drejtim të paktën të etnokulturës, edhe konkretisht të veshjeve, nuk po dua të bëj si gjithologe, po konkretisht të veshjeve etnografike, situata është për të vënë kujen. Dhe nuk jam duke egzageruar. Pse, çfarë kanë? Po ndodh një bjerrje të... Po të them që 80% e veshjeve origjinale, autentike të këtij populli janë shtukur nga qarkullimi. Po marrim pellgun e Sarandës, bashkë me Përmet, Tepelen, Gjirokastër, Korç, nuk qarkullon asnjë veshje autentike. Nuk qarkullon më? Nuk ka asnjë veshje autentike. Janë shtukur që pas 90-s. I shitën. Kush i shiti? Ata që ishin të ngarkuar për t'i ruajtur, që presupozoj t'i ruanin, drejtorët, punojësit e qendrave kulturore të atërshme. Këto që ju i keni gjetur, si i keni gjetur? Këto i kemi gjetur në Kosovë, në popull, në terren. Edhe këtu ka ende po të kërkosh. Populli është i madh, edhe është i pasur, edhe është bujar. Po të vesh në terren, se ne nuk bëjmë pushime, as fundjavë, as pushime verore, na beso për këtë, ne jemi gjithkohën në lëvizje. I kërkojmë në popull. Një veshje po them të Bradasheshit, që e dinim të zhdukur, ose më saktë që s'ekzistonte hiç, sepse nuk ishte përmendur as në literaturë, ne e kemi gjetur, mund t'inglloj kështu si e thjeshtë, si qesharake, duke ikur nga Tirana për Elbasan, se e bëjmë shpesh atë rrugë, kemi ndaluar për bler fruta perime, buzrrugës tek një fshatar. Dhe siç na është bërë vesh tani, nuk na rrihet, domethënë pa e pyetur nga jeti, nga cili fshat, a keni veshje popullore? Edhe ajo zonja tha, po e ka vjera, tha, një të Bradasheshit, tha e kështu. Ne u hapën syt, pa mund të na jepni, a mund të na e shisni. Po ti them njerë, tha, të flas, tha. Edhe i lam numër kontakti. Të nesërmen na morin telefon. Vjera, se ka me shef ta shesit, tha, se do të na e lerë neve ose vajzave të mia, tha. Po, unë tha, s'kam as mosh as shef, tha, vajzat jo se jo, tha, as e din, as e njojnë fare, tha. A vini ma merrni, tha, ke parasysh për ta heshur. E morët? Për 150 euro. Po flas edhe kështu, krejt thjesht, krejt realitetin. Se është edhe një kështu si legjend që sa kushtojnë. Jo, veshjet e vjetra. Shqiptarët po i hedhin. Po i flakin, po i largo, i kam braktisur më sakt. Njëra anë kjo, do më thonë, o i hedhin, ose në të tjerë na i falin edhe vetë me ndërgjegje, me dëshirë. Në pjesën e Kosovës. Ti ke kuptuar një munges interesi të përgjithshëm në raport me të, po të huajs? As që e njofin, shqiptarët as që i njofin veshjet e tyre. Po të huajt? Të huajt në çfarë? Në kuptimin, për shembull, nuk njerëzit që të huajt që punojnë e jetojnë në Shqipëri, e din që ju ekzistoni? Si më thënë, keni ju dëshirë për shembull për të bërë një pavion, për të bërë një, për ta treguar për shembull në një ekspozit? Ky koleksion që po ngrejmë, po e pasurojmë, jemi ende në proces grumbullimi, do të shpresojmë dhe urojmë shumë që të jetë gati brenda vitit që vjen, dhe do ta ekspozojmë, ëndra jonë është që ta ekspozojmë. Po deri aty ne do kemi vështirësi, këtë e dim, vështirësi, të parat vështirësi financiare,